Besimtar të shumt kanë falur namazin e Kurban Bayramit në sheshin kryesor të qytetit në Lushnja. Kurban Bayrami është festa që simbolizon sakrificën dhe devotshmërinë ndaj Zotit. Faljen e ka drejtuar imami i xhamisë së Lushnjës Alban Puka. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Myftiri i Lushnjës Gramoz Bliku në fjalën e tij përshëndetse, përveç të tjerave u lut edhe për paqe në Palestinë, çka ka emocionuar aq shumë sa mezi i kanë dalë fjalët. E profeti ynë i dashur dhe dashuria e njerëzimit dhe fundi i të dërguarve thot: hajeni, ruajeni dhe jepni sadaka. Pra vllazni, pas faljes namazit, shpejtoni në kurbanet tuaja, ndajeni ato në 3 pjesë, ashtu siç hadithi na orienton. Pra, mblidheni familjen tuaj dhe hani së bashku. Ruajeni ato, që do thot dhurojeni ato tek një derë e mbyllur prej kohësh në farefisin tuaj, në shoqëri, apo të jetë kjo një mënyrë për t'u afruar tek ai që ke qenë i larguar deri tani. Jepe ato sadaka tek nevojtari që dhe ai të gëzojë bashkë me ty, dhe ai të ndihet i vlerësuar në këtë ditë begatë. Krijuesi i gjithësisë inshallah ka pranuar punët dhe veprat e hajrit. Krijuesi i gjithësisë ka pranuar lutjet e tuaja. Lusë të madhin Zot në këtë ditë kurbani, inshallah pranon kurbanet tuaja. Lusë të madhin Zot për të gjithë njerëzimin, sa më shumë paqe. Lusë të madhin Zot për Shqipërinë tonë, o Zot begatoje dhe jepi asaj mirësi. Lusë të madhin Zot për gjithë muslimanët në marë botën, o Zot i madh, begatoje ato. Jepi atyre mirësi, largoj prej tyre sprova. Lusë të madhin Zot në veçanti për ato në Palestinë. O Zot i madh, jepi atyre paqe. Jepi atyre paqe, jepi atyre begati dhe mirësi. Në fund, besimtarët janë drejtuar pas faljes për në banesat e tyre, ku do të festojnë familjarisht Kurban Bayramin.